Ne kam këtu drejt për së drejtin, ndërsa tjetra do të na lidhet vetëm pas pak me lidhje direkte. Me mua këtu afër është gazetare Donjeta Zariqi dhe gjithashtu në lidhje direkte do të lidhemi së bashku me sociologun Batije Sulejmani Kërçeli, derisa të lidhemi gjithsesi ne po e fillojmë bisedën me Donjetën, të cilën tashmë e kemi këtu në studio, do të flasim për sensacionin ferma VIP. Çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur? Po besoj që tashmë shumica për jush i keni parë në rrjetet sociale, gjithsesi sot do të diskutojmë pikrisht për këtë debat të fortë televiziv që nuk është se ka ndodhur më parë. Donjeta, mirë se vjen, kënaqësi me pas këtu. Shëndetje, kënaqësia dhe imja. Çfarë ka ndodhur dje më saktësisht, të mundohemi pak të kuptojmë edhe kontekstin e gjithë situatës, për gjithë ata që ndoshta edhe nuk kanë pas mundësi që ta shohin, sado që rrjetet sociale po e bëjnë veten tashmë gjithë secili e ka pa më saktësisht edhe pak a shumë ka bërë këto lidhjet se çfarë ka ndodhur. E kam pa, mendoj pjesën më kryesore dhe ajo që veç u bë virale gjatë ditës së djeshme që ke prajmi, faktikisht po i bie gjatë ditës së sotme, mëngjesit të sotme, si ishte herët vonë. E pam që dje një ngjarje pasakënd ka ndodhur në një prej reality show-ve, që ndoshta në reality show tjerë nuk është që ka ndodhur një situatë e tillë, që një prej banorëve ta thret moderatorën në një emër që nuk është as pak i hishëm. Po, krejtja erdhë si pasojë e situatës e cila veç është shkaktu brenda në firma web, ku dy prej vajzave të firma web, Gresa dhe Ola, janë ndjerë të ofenduara të themi prej Muzës, tashmë një prej personazheve më të përfolura në firma web, që është Muza, edhe faktikisht jo vetëm në firma web që ka qenë Muza një prej personazheve më të përfolura, po të themi dhe jashtë firma web-it ajo ka qenë një person senzacion edhe që krejt e kemi njohur pavarësisht situatave edhe mënyrën se si është njoftë Muza, por që patjetër në secilën intervistë ajo ka pas diçka bombastike, ka lshu. Muza ka qenë në qendër vëmendjes edhe pa qenë në firma web, kështu që tashmë e ka marrë atë vëmendjen e plot. Dy prej vajzave janë prekur në një prej situatës ku me një fjalë, të themi kështu pak në formë shakaje se si e shpjegonte Muza, e ka quajtur me një fjalë banale Gresën edhe Olën, që nuk po e them fjalën pasi që veç tashmë është bërë edhe është përmend vazhdimisht edhe nuk është e ishme që të kemi në emision. Edhe vajzat mbas një 10 minuta ose 15 minuta virohen pishmanit për ato se çka keshën me fjalën që i tha Muza. Por faktikisht ishte vonë, mendoj që i ora ndërmend se çfarë tha Muza. Nuk është një fjalë e heshme, ato që e ka thënë Muza, nuk po e them, faktikisht është një prej fjalëve më të rënda që më është mi thënë, edhe po mendoj si Muza si gjithë tjerë, duhet me pas pak kujdes, edhe ta dinë që janë në një reality show, edhe duhet kemi parasysh fjalët të cilat po i përdoren. Në një kontekst shakaje se si e tha Muza, Gresa edhe Ola njerë faktikisht e marrën si shaka, për pastaj u ankuan, ose të themi më mirë e përdorën, të pas parasysh fenomenin Muza, edhe e panë që Gresa... Dhe janë në një garë, normalisht që do të përdorin. Fiks. Edhe Gresa veç që pa që doli e preferuara, edhe pa që Adioni, Fabiola dhe krejt këta, ku me të vërtet për mu një situatë të tillë ka qenë shumë e rënduar, okej, mund t'i kuptoj edhe dy vajzat, por nuk mund me kuptu edhe dy vajzat reja të cilat shtyhen t'i themi kështu, me një grua e cila është të moshës ndoshta të prindëve të tyre. Edhe që presionin cilën e ka kalu Muza, mund të them, ndoshta ajo fjalë të cilën e ja u ka thënë dy vajzave dhe për familjen e vajzave nuk është as pak e hishme, po të njëjtën kohë nuk është as pak e hishme për familjen e Muzës, për fëmijët e Muzës që ta shohin në agjendje të rënduar, edhe me atë presion cilën ja kanë bërë psikologjik gjithë banorët cilët kanë qenë aty brenda tek fakiri bashkë me Muzën. Ajo fjalë e cila u bë virale, u mundua që të arsjetohet edhe t'i themi të mirë kuptohet nga ana e opinionistëve dhe moderatorëve që nuk është thënë në mënyrën e vrazhd ose në mënyrën se si po e kupton Ola dhe Gresa, por që të dy vajzat e kishin marrë vendimin që Muza me të vërtet e ka thënë në një gjendje serioze dhe nuk ka qenë në formë shakaje. Por përderisa e provon me një qeshme, unë mendoj që e ke marrë njerë si formë shakaje, kështu që mos u mundon me arsyetu. Për këta nuk është as pak e drejtë për vajzat, sepse nëse ty të ka pengu diçka, unë mendoj që me kohë duhet t'ja ndalosh njerit. Po, të vendosësh barierat, limitet tua. Po, limitet e tua, me thonë, pret paktën, edhe ato, nëse ke thonë formë shakaje, t'lutna as formë shakaje më se thuj për mu. Ndoshta i shkan një prej arsyeve që i kish mujt më arsyetu edhe kish mujt më diskutu deri në këtë gjendje të madhe, se vajzat për një me ju këthyn t'i themi Muzës edhe i thanë dalaj edhe më se thuj ma kor. Nëse kish vazhdu Muza, po besoj ish dash më bue madhe. Por që edhe Muza pak duhet ketë, mendoj,
kujdes me fjalët cilat i përdor, se e pam edhe në prajmë që dhe muza nuk është që i largoja ato fjalët e veta, por që ishte pak e tepërt situata që u kriju brenda me atë fjalorin, me këtë fjalor cilën veç tashmo munduan opinionistët që ta kthyen në një gjendje jo serioze se se kishin marrë vajzat, se me të vërtet veç ka nëse i kem pa dje gjatë emisionit, një bif në mes 3 vajzash. Faktikisht muza nuk është që është shtyrë shumë e të dyjat, por që atë dyja që e thujma nga me një fjallë, të ishin me hangër me sy. Mozën këtë rast. Mozën në këtë rast, se për një me ishtë një gjendje shumë e rëndë dhe mënyra se si kam folë ka qenë shumë e vrashtë. Për mendim temin, do shta kishë qenë një mënyrë tjetër nëse kishin zgjedh, edhe nëse kishin ditë me menagju situatën, për besoj shumë a mirë kishin dalë Gresa dhe Ola, por që ka njëherë kur te e lunë, themi, situatën me tension edhe me nervoz të anën, delë shumë a keqë se sa personi tjetër. Me këtë fjallë, pasi që veç është aprovu edhe u konfirmu prej moderatorës edhe që u mundu mja u shpjegu moderatorja që është veç një formë shakaje, pas daljes e Adit, Ola ishte e vrasht, filloj komunikimin me Bujakën, edhe pak para përfundimit të emisionit, veç Ola të njëjtën fjallë, ata moderatorës. Nuk është asgjë se jo e botë që nuk është diçka shumë e rëndësishme, se mos ta përdorim edhe me ty. Që për mu, në vend tullës, muj me arsye tu, ose muj me kuptu që ka qenë në tension e sipër, nervoze sipër, po nuk besoj që është kjo mënyra e duhur për me shpreh që doli e dashuri. Dhe nuk është mënyra e duhur që me vazhdu ti karrierën tane, se unë mendoj që ndoshta Ola, si në vajzë e re, në firma e VIP, ka hyrë për me vazhdu karrierën e saj. Përsa me këta që e boni, pak është të shtirë për me arrit karrierën cilën e pretendon si modele, se për një me fjallore edhe mënyra se si e përdor në një reality show është shumë e rëndësishme për vajzat. I cili për momentin është i vetmi edhe është duke u shikuar nga gjithë secili. Po. Dhe e si që thash pak më herët është kthyer në sensacion pikërisht për shkak të polemikave që kanë ndodhur dhe është diçka që nuk është se është parë më herët, sidomos ti drejtohet në një emision argëtues po themi, sepse në emisione debate politike edhe ka ndodhur. Jo, debate politike më të rana. Po, prandaj, por gjithsesi në emisione argëtuese diçka e tillë drejtuar nga o themi drejt moderatorës në këtë rast dhe jo do si do moderatora, jemi duke folur për Arbana Osmanin. është e pa precedenta, është diçka që s'është se... Po, thash s'është që ka ndodhë në krejt historinë ose në krejt ngjarje që Arbana tash sa vite veç t'i themi ka që e moderon një reality show, që ka Big Brother me shumë vite edhe që e startoj me firma web, është diçka shumë e rëndë që me ndodhë ndaj një moderatorës. Po, Regjia po mbon me dije që tashmë sociologën Batije veç se e kemi në lidhje direke. Përshëndetje Batije, kënaqësimet pas ani pse virtualisht. Përshëndetje, më falni që kujda qenë fizikisht sot. Pa pik problemi, ne në ndërkohë e diskutuam pak a shumë kontekstin se çfarë ka ndodhur mbrëm, diçka që nuk është se e kemi parë më herët dhe sa po e thash në një emision argëtues, siç është Ferma VIP, ka ndodhur, po themi ndoshta është dhe janë përdorur fjalë të cilat nuk është se ishin dashur përdoreshin. Cili është mendimi juaj dhe nëse kemi pas mundësi ta shohësh gjithë këtë situatë? Jo, fatkeqësisht prej pamundësisë kohës nuk që po muj me i përcjell krejt. Po, i të në disa që po futen në diskutim. Ma herët, për shembull, është ka qenë e papranueshme studio politike për të politikë. Na pojmë që graduat të gjua rrugës në për televizion edhe mediat. Këto mu po vetë jo me thonë qaq dhe po muj me pas pëlluimi të gjuhët të rejtë, sepse ka ndodhë edhe për. Donjeta, po këthemi pak të këty, e përmendi gjuhën e rrugës dhe me të vërtet është një shprehje jo shumë e kanë shumë për ta ndëgjuar, e marr parasysh që shohin edhe fëmijët në këtë rast. Po. Për hir të vërtetës mirë, në njërin anë muj me thonë që mirë ka qenë vonë, po tashmë është bërë TikTok-o, nuk ka shku shumë minuta, e kemi pa që ka qenë viral në për TikTok, që edhe gjatë ditës. Dhe fëmijët tani janë gjithë secili tani në për këto rrjetet sociale, edhe nëse nuk e shohin, po themi në orë të vona formatin. Definitivisht po, tashmë po shihet në për rrjetet sociale dhe
ndikojnë gjithë fëmijët edhe faktikisht kjo është një lloj shembulli. Unë e thash edhe pak më herët, ndoshta është mirë që gjithë ata cilët janë prezent në për këto reality show të jenë pak një lloj shembulli për të rinjtë e tyre, se sidomos Ola është një 23 vjeçare, nuk po e them që është një më e madhe se ajo, por që definitivisht ndoshta i shkon mirë që... A duhet ta justifikojmë? Jo, definitivisht nuk ka justifikim. Unë mendoj që është në një moshë të pjekur për ta kuptuar fjalën edhe për ta kuptuar mënyrën se si duhet shprehur në një reality show. Dhe kujt duhet i drejtohet? Edhe definitivisht kujt duhet i drejtohet, sepse nëse veç një person aty brenda e ka thënë atë fjalë, nuk është të thonë që ditë dush më ia thonë një person i cili është jashtë, nuk ka lojë me ty, nëse është jashtë. Por që mbi të gjitha, edhe nëse nuk ka të bëjë me një reality show, nuk po mendoj që është një fjalë e duhur që të thuhet edhe të përmendet në jetën e përditshme. Unë thash ndoshta ka qenë gabimi i parë që muza ka sillat fjalë më së pari në shtëpi, pastaj tu e përdor krejt këta edhe që është bu shumë e madhe. Por që për mendim timin, Ola si 23 vjeçare, moshën që ka është mjaft e rritur për me kuptuar gjestin cilën e ka bu. Edhe e pam që dhe sot veç i rapi shmën, por mendoj që nuk është vonë mi rapi shmën, por që është vonë për me kuptuar çka ke bu. Se për një 23 vjeçare nuk i falen disa gjana. I falen një 18 vjeçari, 19 vjeçari, cili veç se ka kalu themi atë kohën e adoleshencën dhe ende nuk i di se çka është gjë e dur, por që për Ola mendoj që i ka kalu disa situata dhe të e pas parasysh që është një modeli, është një lloj VIP-i, se ato jemi në një firma VIP, nuk jemi firma e thjesht. Edhe të thot një fjalë të tillë nuk po besoj që duhet të ketë tolerime. Por që e pam moderatorën që me një mënyrë shumë të mirë edhe një mënyrë teshme e zgjodhi këtë situatë dhe nuk është që i buni për shtypje. Se nëse, si që themi na në Kosovë, nëse nuk djeg, nuk e merë për vete, kështu që pse mu prejkë kur nuk t'intereson. Kjo është... Nuk e fjalla dur, por që ke situata të zhjonume. Pati tani reagime edhe nga, jo vetëm nga banorët, po pati reagime si pas gjitha gjasave edhe nga opinionistët. Pati shumë reagime, dhe një prej reagimeve të themi kështu më të mëdha ke Ermalit që tha në këto 25 vite karrierë ende nuk kam pa një person që të thot personit moderatorit me këtë lloj fjale, është turp edhe për një është turp se me të vërtet në këto krejt vitet edhe ne nuk kemi pa që dikush të thot moderatorës një fjalë të tillë. Pavarësisht që unë mendoj që duhet me kuptu këta konteksti pse janë mundu me kuptu fjalën që ka thënë muza. Se pak Angel Ila me të kuptoj, është kur të dilni jashtë, keni me pas se çka është u bu. Kështu që edhe ata u disht me kuptu, por që po mundohen, faktikisht po mundohen mos ta lejojnë të bëhet një lloj Luizi, ti themi, i dytë muza, edhe po e përdorin këto lloj situata që më ranë në çadër vëmendjes. Për që ka dalë në çadër vëmendjes Ola, ka dalë, ajo ja ka dalë me këtë situatë. Për që ai ka marrë pamën e duar, nuk po besoj se nuk do i mbetet ajo fjala e muzës që i ka thonë kësaj, do i mbetet që është fjala e Olës me vërtet. Patjetër. Që i ka thonë Arbanës. Sepse e ka përdorur në momentin e gabuar dhe tek personi i gabuar. Nëse kishte thonë muzës, apet nuk është që tolerohet, por që ndoshta në kuadër të lojës, në kuadër të konkurrencës, madhe, por që ti thuash një moderatore, pikërisht moderatorës për cilën po bëhet fjalë është Arbana Osmani. Sepse këto reality show kështu e kanë situata të tensionuara, kanë fyerje, kanë fjalë të ndryshme, brenda për brenda, dhe midis konkurrentëve, por jo me moderatorën në këtë rast. Diçka që ka më habit është se për një me, krejt që kum pa persona të cilat janë në reality show, mendojnë që lojën e kanë me opinionistat edhe me moderatorën dhe me produksionin. Se vazhdimisht gjatë ditës së djeshme është bo akuza ndaj produksionit prej banorëve, edhe që këto janë shumë tolerante. Përveç fjalëve të rona cilat i thanë, edhe akuza ndaj produksionit. Duke thënë që muzën po e mban produksioni, këta e kanë levërdis deri këto, se po i konvenojnë për klikime, nuk ja shfaqën videon për arsye se mund dali shumë keq muza, këto janë krejt akuza ndaj produksionit. Edhe duke thënë që muza nuk flet me agajnë dhe agajshën, po me personat të tjerë. Këto janë krejt akuza cilat bëhen ndaj produksionit. Unë po mendoj që duhet dalë dhe të marrë një vendim. Po që vendimi më i mirë është se tashmë kemi një televotim, edhe tash ju veç fansat e muzës, po dhe të Arbanës, po mendoj ka me marrë një vendim për Olën edhe që mu vjen shumë keq nëse del Ola, se për një me kish mujt me kanë një prej banorëve shumë të forta, nëse se kish bëu këtë gjest, por që tashmë po dihet që një prej më të pak të preferuara do të jetë Ola. Ka pas komente në për këto video të shkurta të cilat vetë se i kemi pa në rrjetet sociale, komente të shumta, gjuhë fyese, gjuhë urrejtje, dhe shumica e komenteve po themi pozitive ndoshta kanë qenë gjithmonë në mbrojtje të muzës.
Definitivisht. Publiku është mimozën, por që kjo gjua tjetër më pas... Shiko, unë që mëna me thonë diqka është që krejt ashtu në brenda banorët cilët janë brenda, po e thonë që muza nuk është ajo si që po shihet jashtë. Edhe shpesh herë kemi pa që nga njëherë banorët për një me të regojnë se ndjesia që është në brenda është krejt tjetër, edhe ndjesia që është jashtë është krejt tjetër. Shfaqet, si që themi ne, veç ata që ne dojmë me pa, ndërsa ajo ndjesia që është në brenda nuk është që shfaqet. Por, publikut nuk intereson se si ki raportet të brenda. Intereson ajo se çka po shfaqet tek publiku edhe si po shfaqet te publiku. E kemi më pa që muza për njerëzit është shumë e dashur, edhe ju pëlqen muza si muzë, se për me unë mendoj që është e qiltër, është e thjesht, është me ato mendimet të veta, edhe vepron me ato se çfarë bie në kuk. Por që me të vërtet që ka një numër të madh të mansave pam në një dyshe dhe përballje me Adionin, se edhe Adioni ka qenë një prej banorëve shumë të përmendur, edhe kemi pa shumë faqe që... Por që në fakt tani është treguar një urrëtie shumë e madhe ndaj Adionit, pikërisht për këto situatat. Për këto situata, unë po them, është një prej personazheve më të famshme dhe që momenti që veç dikush kapet të themi me muzën, me të vërtet do të marrë një urrëtie, se njerëzit janë të e dashur dhe janë të e pëlqyer. Kemi pa, kjo nuk është hera e parë që ka ndodhur. Kemi pa me Gjistin, kemi pa me Luizin, kemi pa me disa prej banorëve të cilët me Blerandën, tash se s'po kujtohen edhe shumë prej personazheve të cilët kanë qenë ata dashur për publikun, se fitues disa kanë qenë edhe dashur, po edhe disa nuk kanë qenë, por që si personazhe të cilat kanë qenë dashur për publikun e kemi pa që vazhdimisht dikush kush është kapur se është janë shty mes veti me atë person, ka pas një urrëtie shumë të madhe. Për sa i përket kësaj situatës fundit të Ulës, normal që do të ketë urrëtie se fjala të cilën ka përdorur Ula nuk është e duhur edhe shumica e njerëzve nuk e pranojnë këtë situatë. Po. Siç duket nuk është se kemi prap në lidhje me Gjas, kemi probleme teknike sa i përket lidhjes me Batien. Gjithsesi ne po e vazhdojmë dhe po e diskutojmë Gresën. Si një, po themi, edhe ajo si personazh e involvuar pikërisht në këtë situatë. Çfarë pash diçka edhe një koment që kishte dhënë ndaj votuesve të cilët e kanë votuar mozën në vend të Adionit? Po e nisë kështu për Gresën. Gresa mu duket një vajzë pak bipolare. Ndoshta nuk e shkuptuam, por me të vërtet në ato se çka po shfaq duket shumë bipolare. Se për një me ndron humori saj në çaste minutash, në ditë, ndoshta ti themi, që unë mendoj përshtypja për një person tjetër nuk do të ndryshoj brenda dite. Unë pa e vërtetuar një diçka, tash po bazohem për vetes tam, nuk është që më ndryshon mendja për një person, por që më duket pak bipolare, më duket pak e sheh situatën se te kush shkon fama. E pam që deri tash ka qëndruar me muzën. Ne kemi një shprehje tjetër për këtë, Kat Frynera. Po, Kat Frynera është shumë e vërtetë. E pam që qëndroi me muzën derisa e mori atë vëmendjen e publikut edhe doli e preferuar dhe tash mendon që i ka forcat që të bëhet vetë një senzacion si muza, po vjen kaq të them, po Gresa nëse nuk është me muzën, nuk besoj që do të jetë as në finale me këto gjeste të cilat po i bën. Se për një me, edhe Gresa ka një fjalor tepër vulgar, tepër i pa duhur për televizion. Nga njëherë shpesh çuditem me ato se çka thot Gresa. Fjalët që i përdor Gresa definitivisht janë pak fjalë rruge. Pavarësisht që është trepere, pavarësisht krejt kësaj situate, fjalori i cilën e përdor Gresa brenda në shtëpi, unë mendoj që ka njëherë është një fjalor rruge, edhe që po mendoj që të paktën nëse është rritur Gresa me atë sa po e thot, duhet jetë rritur edhe pak tek fjalët, jo vetëm tek musha. Se musha është veç numër, njëjtën kukur e tregon jetën tonë edhe mënyrën se si është duke u shfaq Gresa, duket pak se një 18 vjeçare. Po. E mendon që produksioni ka sadopak ndikim në situatat që po ndodhin në shtëpi, qoftë mos shfaqja e videos, qoftë në një farë forme edhe kumtimi i lajmit si e preferuara Gresës dhe shumë pjesë të tjera të cilat një farë forme i ndezin dhe i bëjnë gjitha këto situatat të kenë? Dhurata vetë fjala është një lojë. Edhe lojën dikush e menaxhon. Kështu që edhe produksioni është pak një lloj menaxhuese. Se për me nëse i lajmë pak mu bo se si dojnë vetë, nuk besoj që i shkon. Deri ku ka arrit produksionit që ta ndes pikërisht këto? Për mu, unë për vete e prita rastin edhe qasin që del, ajo situata me Adionin që është përmend shumë, që muzave që ka gjujt Adionit, nuk u shfaq, kjo pak të regon. E ke pa momentin?
Jo nuk është shfaq momenti askund, se me të vërtet ndoshta në atë moment kur ka ndodhur situata e Adionit edhe Muzës, nuk kanë qenë kamerat të fokusuara në atë pjesë. Adioni dhe Muza. Kështu që për këtë edhe unë deshta me pa situatën se si ka ndodhur. Pse nuk është faq, asu nuk është edita, ndoshta më e mira e të mirës kështu që këto ditë të vendos produksionin dhe ta shfaq videon të cilën veç ka ndodhur me Adionin. Se me të vërtet mendoj që Adioni nuk do e laj me kaq, do të kërkoj videon e cila veç ka ndodhur brenda në firma web, edhe do kërkoj me pa njerëz të tjerë se kur del ka me pa që ka marrë një lloj negativiteti për krejt këtë lloj situate, edhe do më tregu njerëzve që nuk është kjo që ka ndodhur. Kështu që produksioni ka pak dorë këtu, ti themi se sa nuk ka vendos. Është hera e parë që ndodh një situatë e tillë, një lloj dhune, siç po e cakton edhe siç e tha Adioni. Kështu që nëse nuk e shfaq... Ky është personi i fundit që duhet ta përdor fjalën dhunë, të marr parasysh që kemi pas situata pak më herët, video të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale duke e mbajtur shtrënguar pa e lënë thuajse edhe të marr frymë një grua mbi të 6 vjetat. Herën e fundit Adionit ju përmend edhe i tha që Muzës i tha që Andi është dhënuar për Adionit, Muza tha jo, kështu që vendimi u varë për Muzës që e ka një lloj shakaje në këtë lloj situate, por sa i përket kësaj situate, Adioni tha që ndihet i dhënuar për Muzës, edhe dëshiron të përjashtimin të themi kështu Muzës, por që produksioni prap këtu nuk është që e kaloj me përjashtim të Muzës, por që i dy prej banorëve kokë me kokë, duke ditur që Adioni do të jetë i eliminuar. Mirë, interesante. Pse mendon që Muza është përgjigjur kundrejt situatave, sepse nuk është se ka qenë e para, ka pas edhe të tjera, ku Adioni ka qenë i përfshirë, ndoshta edhe Ilirim duket ka qenë një tjetër dhe diçka e tillë. Është mbajtur me forcë, nuk... Unë mendoj që Muza pak e ka pas një shoqëri, ti themi kështu, pak të afërt me Adionin në fillim, edhe të e pas parasysh se çfarë raporti ka pas me Adionin, që her pas here definitivisht nuk e mujtë mi kuptu se sa i ke pa të bu shaka, sa i ke pa që janë rokë me një tjetrin, edhe e ka aprovu të themi atë lloj situati cilin e ka po Adioni, duke e kuptuar që e ka pas me formë shakaje. Po faktikisht edhe në atë lloj situati ku e shtrëngon Adioni të themi kështu Muzën, vrihen që të dy që janë duke qeshur. Edhe unë pajtohem këtu me mendimin e opinionistëve, nëse jeni duke qeshur, unë mendoj që jeni të aprovu situatën, kështu që nëse ty të pengon, që t'ja limitin e thuj nuk du ma bu këtë gjest edhe unë pengon edhe krejto. Por që ka njëherë shpesh herë, mendoj që vajzat i tolerojnë disa situata që nuk duhet tolerojnë. Edhe kjo ka ndodhur pashtu me Muzën, ku të pas parasysh që është një prej banorëve më të vjetra, ti themi ato brenda. Këto lloj situata pak nuk tolerohen me Muzën, por që është një banore, krejt janë të njëjtë. Mbajtja me forcë pa dëshirën e personit nuk ka rëndësi mosha. Po. Nuk është e lejueshme në asnjë mënyrë. Por që masi aprovoj Muza që ka qenë një formë shakaje, aprovohet. Po, me vërtet. Se nga ana që ne e shohim jashtë, do mendoj që ka qenë shumë e tepërt ajo që ka bërë Adioni. Po momenti që veç Muza tha nuk ndihem e dhënuar, ishte një lloj forme shakaje. Këto nuk mundesh mi thënë asnjë situate, as vepër, as që ka qenë një formë dhune, as asgjë sepse vetë personi po e tha që nuk ka ndihet të dhënuar, kështu që krejt këtë i kaluat me një të qeshur. Jemi të fundi, Donjeta, shumë po më intereson mendimi yt në lidhje me këto situata gjitha që po ndodhin, apo e normalizojmë në farë forme dhunën, dhe jo vetëm dhunën, ndoshta edhe komunikimin e jo të duhur. Komunikimin ashpër, fjalë banale e kështu me radhë përmes këtyre emisioneve, këtyre formateve të reality show, dhe mbi të gjitha përveç kësaj, jo vetëm komunikimi dhe dhuna, janë këto situata që publiku nxitet pas tyre, është një farë lloj dëshire për t'i parë pikërisht të tjerët në situata tilla. Po, e pam që me herë muri vëmendje në fjala e ulës, senzacion, kështu që këto apetën publiku. Po, mbi gjitha për mu, unë e kom thonë mos të gabohem në studion e ju, që edhe për këtë Big Brother, edhe për këtë firmave, mendoj që banorët, cilët po vinë në çdo herë në këto reality show, më të ri, edhe me më pak të themi përvoj për jetën e tyre, unë mendoj që po e shfaqin ato pak që po na mbështjell të themi kështu si popull pak. Kështu që është një lloj situate cilën veç nëse flasim që apo e shfaqim dhunën, apo flasim fjalë të cilat nuk janë duara,
Unë them po, por që mos të gabojmë edhe mos të them që nuk është kjo që nuk përdoret në jetën e përditshme, se definitivisht ne e shohim edhe se çka ndodh, sa vrasje buone në vendin tonë, se nuk po e them vetëm në Shqipëri, po veç në Kosovë, sa vrasje ndodhin, sa dhuna raportohet, sa gjutë cilat janë të pahishme që i dëgjan jo pe të rritërve, po të fillu prej fëmijëve të vogël, që nuk është dashur me ndodh kjo, pak po jepi një shtys që me vazhdu edhe me thonë që kjo është situata e duhur dhe vazhdo një bëne. Mu më do këtë kështë që këto reality show, nëse vazhdoj me këto lloj dhune edhe me këto lloj forme të folurit, mendoj që pak po jepim se për gjeneratat e reja. Po normalizojmë, po fatkeqësisht. Ka si që të pata këtu Donjeta,